Protesta e paralajmëruar në rrjetet sociale lidhur me vrasjen e 15 vjeçarit Erion Boba, ditë më parë në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, ka dështuar. Ajo ishte lajmëruar për t'u mbajtur në orën 11 në sheshin qendror të qytetit, por adoleshentët shok shkolle apo të njohur të 15 vjeçarit, që mbeti viktime plagosjes me thik, nuk janë paraqitur ndërsa në shesh vije re prania e forcave policore. Halla e 15 vjeçarit Barie Çupi kritikon indiferencën e treguar në këtë rast, i cili duhet të shërbente si një këmban alarmi për të zgjuar të gjithë shoqërinë. Mësues nëpër shkolla, mjek nëpër spitale, kudo që janë, do dinë një gjë që nesër mund të ketë një Erion tjetër, si Erioni, si Martini. Dhe kjo është plaga që le Erioni mrapa. Thikat e Erionit janë në çdo zemër shqiptare sot. Nuk janë vetëm tek ne. Thikat e Erionit mund të jenë thikat e dikujt e një fëmie tjetër nesër, e lut Zoti që mos i ndodh kujt më, por kjo neglizhencë e popullit shqiptar apo e gjithë prindërve nuk për ne tregon që edhe drejtësia për Erionin është shumë e vështirë. Fatkeqësisht ne po jetojmë një shoqëri depresive, indiferente, që secili shef veç punën e vet dhe nuk reagon para asgjë. Nuk solidarizohet, nuk mbështet, dhe kjo është e dhimbshme. Në prononcimin e saj për mediat, Çupi thotë se shkak për mos pjesëmarrjen e shokëve të adoleshentit mund të jetë bërë fakti se ata duhet të ishin në procesin mësimor. Kanë ardhur autobusët nga Durrësi, kanë ardhur shokët e Erionit, janë sensibilizuar me ne me buqeta lulësh, duke u lëritur me qame, se vetëm ne e dim. Unë për shembull kam lejt atë gjithë ditë duke mbajt fëmijët se ishin shumë keq, edhe pse kanë lënë orarin në 11, shkolla duhet i lejote, sepse ishin këtu për shokun e tyre, për vllajën e tyre. Besoj se ato kanë bërë një gjë shumë fisnike, por fëmijët nuk janë lejuar. Erion Boba u plagos me thik ditë më parë në Durrës nga 14 vjeçari me inicialet MK dhe humbi jetën në spital pas ditësh të tëra të kaluara në intubim në Durrës dhe Tiranë, për shkak të gjendjes mjaft të rënduar shëndetësore. Dhe autori dhe viktima ndiqnin mësimet në shkollën e mesme Dom Nikol Kaçori në zonën e Ish-Kënetës.